Të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga hapësira e intervistës këtu në ekranin e televizionit Fox News. Unë jam Albir Akip, do të jemi së bashku për gjatë minutave në vim për të ndalur dhe për të folur edhe asaj se çfarë është duke ndodhur në Turqi, konkretisht në disa vende të Turqisë, aty ku prej të mërkurës 19 marsit kryebashkiaku i Istanbulit Ekrem İmamoğlu është arrestuar nga autoritetet turke në akuzën e korrupsionit, por edhe atë të krimeve të ndryshme. Kjo sipas asaj çka ne dim deri në këto momente, të paktën nga ana e autoriteteve të drejtësisë turke, dhe që prej të mërkurës së 19 marsit në pjesë tepër të rëndësishme të Turqisë kanë shpërthyer protesta masive të cilat vijojnë edhe sot e kësaj dite. Deri në këto momente autoritetet policore të Turqisë kanë arrestuar mbi 1000 persona, 1000 protestues, teksa shifrat pritet që të rriten gjatë ditëve dhe orëve në vim, pasi do të kemi të tjera protesta të cilat lidhen me kundërshtimin për masën e sigurisë ndaj kryebashkiakut të Istanbulit Ekrem İmamoğlu, teksa nga ana tjetër, ndryshe nga disa ditë më parë, atëherë kur nuk kishim ende një reagim të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, tashmë kemi një reagim të këtij të fundit, i cili i ka dënuar këto protesta të mbajtura nga qytetarët dhe populli turk. Detaje dhe informacione shtesë do të na i përcjell në një komunikim të drejtë për drejtë miku jon i hapësirave Bora Zukali, gazetar. Bora, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje nga Stambolli, edhe për mua është kënaqësi. Bora, çfarë është duke ndodhur aktualisht në Turqi? Me çfarë jemi duke u përballur? E thash edhe pak më herët që ka nisur protesta dhe demonstrata masive që prej 19 marsit, atëherë kur u krye edhe arrestimi i kryebashkiakut İmamoğlu. Me çfarë kemi të bëjmë në këto momente dhe a kemi informacione të tjera shtesë të cilat lidhen konkretisht me akuzat e ngritura nga organet e drejtësisë kundër İmamoğlut? Vërtet, ki 19 mars filluan këto protestat, sepse këtu nga dy ana janë ndarë, kryesia edhe opozita. Kur doli kjo problemi dhe kje arrestuan Ekrem İmamoğlu'n, të gjithë studentët më përpara këta dolën për protesta, edhe pastaj u bashkuan edhe me partijakët. Edhe kja të ditën atë këto protesta të vazhdojnë. Dhe këto vendet që protestojnë, për shembull Pallati i Bashkisë, që është në zonën Fatih, atje edhe shumë njerëz që hapin çelin Ramazanin, edhe agjerimin, edhe për këto mblidhen. Këtu nga dy tendenca që janë, që mos rastisin njëri tjetrin, edhe për këtë të gjithë politikantat edhe policia po përpiqet, sepse dije shumë me nivel të lartë ishin këto protestat, edhe këta të kryesisë antarë të partisë Erdoganit ose dëshmtarët ata, dhe që nuk janë nga Partia Popullore Republikante, të gjithë atë zonë ishin, që mos keni një problem, pandaj afërsisht 55 deputet nga Partia Republikane Popullores i ndihmoi, i shoqëroi edhe i largoi nga ajo zona. Vetëm kur u larguan kështu, disa slogane kundër dollën, disa fraksione tjetër dollën në këto mbledhje, edhe këtu me llafe pista, me disa gjëra, me provokim, donin ti prishnin këtë situatën e protestës. Pandaj edhe studentët edhe partijakët ishin me kujdes, vetëm policia në këtë problem me fishek gazi, me lot sjelljes, edhe me ujrat nga toma nga tankëvet, i lagu edhe i largoi protestuesit. Protestuesit me shumicë janë pas kanë lindur nga 2007 kësaj ditës, me shumicë janë 18 deri 23-25 vjeç, me shumicë, edhe këta vërtet për këtë moment për Turqinë
ka një kuptim shumë të madh. Neve këta të tërë i dinim vetëm merren me teknologji, vetëm merren me Instagram, me social media, me Twitch, me çdo gjë. Vetëm pas kësaj situata shumë është ndryshuar edhe këta po e ndjekin edhe po përpiqen për të sjellur demokracinë. Bora, përpara se të ndalem tek informacione dhe detajet të tjera të cilat lidhen kryesisht me protestat, duhet të marr pak këndvështrimin tënd në mënyrën se si ti e ke parë arrestimin e njërit prej rivalëve më të mëdhenj aktual të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Në atë pak se çfarë dim nga historia dhe karriera politike e Ekrem İmamoğlu është ndër të vetmit personazhe, ndër të vetmit rival të presidentit Erdogan, i cili e ka mundur dhe çdo herë që e ka mundur ka pësuar një humbje tepër të thellë. Mos vallë kjo është një lloj hakmarrje e presidentit turk Erdogan për të hequr qafe në një farë mënyre, në këtë lloj mënyre duke arrestuar njërin prej rivalëve të tij kryesor në politikën turke, sepse marr shkaz dhe e bëj këtë pyetje nga një deklaratë e presidentit turk Erdogan, vetëm disa ditë më parë, ty ku po komentonte disa prej deklaratave kryesore të Ekrem İmamoğlu dhe tha që qofse ti do ta shohësh se çfarë është i aftë Erdogan të bëj, prit se do ta shohësh. A kemi një lidhje logjike me të gjitha pasojat e mëvonshme, Bora? Patjetër, këto janë lidhje logjike, edhe këto janë si shahu, pik për pik po vazhdon, sepse Erdogani është një strategjist i madh edhe nga të gjithë anën e botës, edhe brenda Turqisë, edhe jashtë Turqisë, është shumë aktiv edhe dominon shumë gjëra. Edhe këtu sempacitat të shumë i ka, vetëm ka një gjë realisht Ekrem İmamoğlu 2 herë ka fituar në Stamboll, edhe ajo mandati i parë, njëra fillimisht që nuk u njua me 10.000 vota, pastaj edhe njëra akoma doli, atëre doli ajo balanca 1 milion votë më të tepër. Edhe kur e mori këtë mandatin e dytë këtë herë, Ekrem İmamoğlu kishte një popularitet shumë të madh nga të gjithë anët e Turqisë, edhe pastaj tha mendonte që të bëhesh kandidat për presidenci, sepse të gjithë populli e motivuan, e bashkuan, i dhanë atë mbështetje. Dhe arrestimi i tij ndodhi pikërisht për disa ditë para se ky të prezantonte dhe të hidhte kandidaturën e tij për presidencialet, apo jo, Bora? Po, edhe atje i dolli problemi i diplomës, sepse Ekrem İmamoğlu fillimisht me atë diplomë për universitetin në Kipro, në Kirnia, atje e ka filluar, edhe pastaj me ligin ishte transferuar në Universitetin Stambollit. Vetëm me këtë jo, edhe me 28 person bashkë. Edhe universiteti, senati i universitetit në atë kohë e kishte pranuar, edhe pas asaj këta universitetin e mbaruan, edhe pastaj disa persona të bën edhe masterin e bën, edhe me shumicë ky ekipi të gjithë ishin ose arsimtar, ose mësues, ose profesor, ose shumë me nivel të lartë, vetëm në datën 19 mars, kur i hoqi Universiteti i Stambollit, nuk lejohen edhe nuk i pranojmë këto diplomat, sepse kjo transferimi nga Kiproja është bërë gabim, edhe me falso, pastaj këto probleme të dollën, sepse po të mos ketë Ekrem İmamoğlu diplomën universitare, nuk të kandidatoj për presidenci, ashtu njësa ashtu nuk ka. Atëre një auditim tjetër të bëhet, pas kësaj, ose të mbetet kryetari i bashkisë, ose të bëhet kryetari i Partisë Popullore Republikanëve, kështu një auditim të ketë. Për këtë moment, të gjithë në atë kohë, edhe senata e universitetit e kishin pranuar këtë diplomën, vetëm në këtë kohë nuk u pranua. Ky shto dal nga gjykata, nga çdo vendet që janë hapur me disa letra, edhe ato përgjigjet po i presim. Në këtë moment, vetëm Ekrem İmamoğlu
me ekipin ti, sepse edhe Ekrem Imamoglu në mandati I parë edhe mandati I dytë, vërtet ka punuar shumë edhe me një ekip të fortë. Është arrestuar edhe ekipi I tij Bora? Patjetër, 106 veta u arrestuan. Të paktën nga stafi I Imamoglut, përpos mira personave të tjerë. Po, nën kryetarët, sekretarët, sekretari I medias, po për çfarë akuzash Bora? A kemi akuza konkrete, a kemi informacione, detaj që lidhen me akuzat që ka ngritur ana e drejtësisë turke aktualisht për Ekrem Imamoglu, përpos atyre se çfarë dyshohet, pra korrupsion, krim, falsifikim, diplomash e të tjera, se kam përshtypjen nuk është kollaj të ngresh edhe akuza për 106 persona të tjerë. Tani të gjithë kështu probleme kanë për tendrat, për disa gjëra falso, për këto po hapen, vetëm këto do të vazhdojnë në gjykat, vetëm Ekrem Imamoglu në këtë moment nuk I ka dalë një lidhje me terrorizëm ose një bashkëpunim me grupet terroristëve, prandaj nuk hoqën direkt nga kryetari I bashkisë, sepse u burgos në vend kryetarin e bashkisë, sot të zgjedhet nga kryesia e bashkisë, nën kryetari I bashkisë, pas Ekrem Imamoglut, ai do bëhet kryetari I bashkisë të Stambollit, edhe me atë do të vazhdoj situata, atë postin Partia Popullore Republikane nuk do ta lërë për këtë moment. Vetëm ka dy gjëra interesante, sepse kalaja e Partisë Popullore Republikanëve, për ajo zona që jetojnë në qendër, në Shishli, deri këtë moment asnjëherë nuk e kishte fituar partia e Erdoganit. Tani një person nga shteti atje është emëruar, edhe atje tani do ta drejtojë bashkinë, sepse kryetari I bashkisë Shishlis, edhe kryetari I bashkisë Beylikdüzü, jo vetëm me korrupsion, edhe me lidhje terrorizme, ashtu një dosje është hapur, vetëm koha do ta tregojë a kanë lidhje ose nuk kanë, edhe ato momentet po I presin. Ndërkohë, cilat kanë qenë reagimet të tjera interesante dhe me pesh Zukali sa I takon arrestimit kryebashkiakut Imamoglu, flas reagime nga politika turke? Tani të gjithë njerëzit që ishin në opozitë, të gjithë partijet ose këta grupet që rryen në atë kohë bashkë në zgjedhjet e presidencisë, Partisë Bashkëpunim, të gjithë I dhanë mbështetje, edhe ditën natë janë në këto zonat, ose në pallatet e partisë, ose në pallatin e bashkisë, edhe sot kryetari I Partisë Republikanëve direkt shkoj në Burg, atje e vizitoj Ekrem Imamoglun, edhe atje kjo detajet për disa minuta ose për disa ora do të shpërndahen, sepse Ekrem Imamoglu atje me televizor, me internet, me çdo gjë, mendoj do jetë aktiv, ashtu një standard I kanë bërë, me ashtu derisa të dalë në gjyk, ashtu do të vazhdojë. Edhe këtu janë ndarë partitë nga dy ana, kryesia dhe opozita, kryesia me Partinë Nacionaliste edhe me Partinë Nacionaliste Fetare ekstremiste, me këta janë bashkë, edhe këta me popullsin, me tabanin atyre opozitën provokojnë, edhe opozita këta I provokon, vetëm këtu kur do themi kujdes për studentët, për rinin, edhe mos kenë një provokim, sepse më mirë ta presim për disa ditë të tëra të dalin në qesh. Ndërkohë, reagimet kryesore të presidentit Erdogan Zukali, cilat kanë qenë? Presidenti Erdogan vërtet I ka ofenduar ose I kanë thënë juve jeni terrorist ose juve jeni shkaktar, juve keni bërë gabim me tendrat me çdo gjë. Këta nuk e pranojnë. Tani edhe kështu një gjë ka, gerisa të dalë një faj në shesh,
të gjithë personat janë pafajshëm. Dhe neve si popullsi këtë po e presim, sepse më mirë në regjimit, në sistemin e demokrasisë, të gjithë këto gjërat të zihen me udhëtim normale, edhe kush ka dëshirë këtë marë kryesinë për postin për çdo gjë, edhe atëre duhet të bëhen kandidat, edhe kur të votojnë për zgjedhjet, atëherë të dalë nga kutia e votave rezultata më e mira. E kuptoj, Zukali, sipas informacioneve që më kanë sjellë redaktorët e mi, aktualisht bëhet fjalë për mbi 1000 të arrestuar, pra protestues qytetar, të cilët kanë qenë pjesë e demonstratave pas arrestimit të kryebashkiakut Imamoglu. Nuk e di nëse do më konfirmosh një shifër tjetër, por duhet të ndalem pak edhe tek protestat cilat kanë nisur që prej 19 marsit. Ku kanë qenë më të fuqishme protestat, pra në kuptimin ku kanë qenë më masive, a ka patur pika kyçe ku janë fokusuar dhe përqendruar turmat e njerëzve, turmat e mbështetësve dhe protestuesit të Zukali, a ka patur përplasje, a kemi të lënduar aktualisht ndërmjet policisë dhe protestuesve dhe gjithçka tjetër që lidhet me protestën, dhe a do të kemi një vijshmëri të këtyre demonstratave apo jo? Protestat kanë filluar nga studentët e Universitetit Stambollit në Stambol, me shumicë, edhe të gjitha universitetet që janë këtu, shtetërore, janë shumë aktiv, edhe disa vendet, disa kampanit që japin mbështetje kryesisë, edhe ato kampanit po i bojkotojnë, nuk urejnë, nuk pinë kafe, nuk marrin libra, ose nuk japin ato kanale televizor, kështu një strategji kanë. Edhe më i fuqishëm për këto protestat është Universiteti ODTÜ i Ankaras, edhe atje është vërtet me një tendencë të majtës, me shumicë studentët, jo 95% janë nga ana e demokrasisë, dhe atje protestot shumë me tension të lartë kanë vazhduar. Nga dy ana policia kur dhe herë ka bërë atë kufizimin atje, edhe kur me këta studentët është afruar për dialog, përse për me ujëra, me gaz lotësirje, me këto, edhe këto protestat prapë po vazhdojnë, sepse klubet e universitetëve janë shumë aktiv me njëri tjetrin, edhe teknologjinë shumë mirë po e përdorin, edhe të gjithë në këto zonat marrin pjesë. Ditën ata që janë nga partisë ose ata njerëzit që po punojnë, kur dalin nga ora 5 ose 6 nga puna, direkt shkojnë në këto vendet për të japur mbështetje. Vetëm kjo situata nuk është si ajo ngritja që 2013, kjo është një më të lehtë, sepse edhe më mirë, sepse këtu të gjithë këta protestuesit janë me një nivel të lartë, ashtu mendoj, dhe me arsim me çdo gjë, e kanë veten me kufizim, kështu këtë situatën do ta kalojmë. E kuptoj. Ndërkohë, gjatë ditëve në vijim presim të tjera demonstrata, Zukali? Patjetër, po presim, sepse nga të gjitha anës e botës edhe mbështetje japin, jo vetëm brenda të shtetit Turqisë, edhe nga jashtë shtetit, edhe në Amerikë, edhe në Gjermani, edhe në çdo vendet këto protestat po vazhdojnë. Edhe këto provokimet, politikantët vërtet nuk e kontrollojnë dot mirë, sepse tensionin shumë e lartësojnë, edhe këto të gjithë me shumicë që kanë marrë pjesë në këto protesta janë të ri, prandaj duhet të jenë me kujdes, duhet të analizojnë me mendje edhe të dalin nga kjo puna. E kuptoj. Zukali, unë të falenderoj shumë për detajt informacionet, por edhe për këtë analizë të situatës aktuale në Turqi, sa i takon demonstratave, protestave masive me të cilat është duke u përballur aktualisht Turqia. Ne do të jemi sërish në komunikime të tjera së bashku për zhvillimet kryesore nga aty. Ishte kënaqësi, Zukali. Falenderoj. Edhe për mua ashtu, ju uroj suksese.
Mirë, ne do të shkëputemi në publicitet, rikthehemi me njëherë pas pak.